Opozitë e cila ka ose auto e pa këtë skenar të zotit Kurti, edhe me kriju një kundër skenar ose një kundër përgjigje, e cila kish mujt me pas efekt edhe në zgjedhje, edhe kishin mujt me Nëse LDK ka dilemen çfarë të bëjmë me Vjosa Osmani, çfarë dileme ka PDK? Ja duke pritur Hagën. Unë mendoj që Vjosa Osmani çfarë do lloj që është dilema brenda LDK-s, nëse shkon si listë. Po, unë mendoj që ma mirë me marr vet brenda krejt LDK-s, domethënë Lidhja Demokratike e Kosovës, se me shku me listë nesër mu bashku prap me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që prap bashkohen këta para bëjnë koalicion para zgjedhor. Për shkak se me një koalicion mas zgjedhor rrezikun e ka Vjosa, se s'dihet sa i fiton, ndoshta i fiton 6%, ndoshta 10%, por ndoshta nuk e kalon pragun, i vjen fuqia, unë besoj që Vjosa Osmani pranon me hyrë zgjedhje pa pas një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Një herë Kratisa Mostaf, tash Albini, më dolë Pejec. S'mund të jetë me shkatru partida me këtë. Ja, shmëri. Sinqerisht nuk është fera spinjezve të LDK-s. Dhe më thonë kej ka do për gjysë tash hajde atje. Jo, testo vet. Kallajo me Albin Kurtën atë Kosova janë nisë me kaq simboli presidente. A ka më shumë mundësi Vjosa del vet me një subjekt politik apo eventualisht rikthehet në shtëpinë e vjetër? Me të thonë drejtë kushtet më